pjesëtari i grupit Adem Jasharit. Po. Pra ka qenë me Adem Jasharin, është pjesëtari i grupit Adem Jasharit, është nga të parë që kanë ardhur për të stërvitur në Republikën e Shqipërisë në 91-shin me grupin Adem Jasharit. Pra ka qenë që atëherë dhe ti drejtohesh një personit cili e ka jetën e vet ja ka kushtuar çlirimit Kosovës, pavarësisht asaj çfarë ka ndodhur mbas lufte pra për çështjet korrupsionit, janë probleme të tjera. Por ama ti drejtohesh një personi të tillë, një luftari të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, me këtë terminologji, pra ta quash Sami Serbi ose Dritan Serb ose çdo tjetër. Kjo është ajo mentaliteti që ka vendosja, mentalitet pejorativ për ta degraduar luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pra ky është qëllimi. Pra problemin ata e kanë me luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, gjithë vetëvendosja, nuk e ka me individ të caktuar, pavarësisht se kapet e individët. Problemi i tyre është UÇK-ja, sepse UÇK-ja qëndron mbi ta. Dhe duke qenë se këta janë njerëz që i bin një brezi tjetër, cilët normalisht nuk kanë pasur mundësi të jenë në luftë me përjashtim të Albin Kurtit, gjithë pjesa tjetër, edhe ky deputet që folët, ta kanë qenë fëmijë. Pra askush nuk i ka kërkuar këtyre dhe askush nuk i thotë tyre që pse sishit juve në luftë. Por problemi kur ti vjen në përballje me ata që kanë qenë në luftë, atëherë ti kërkon një superioritet. Dhe këtë superioritet mundohet ta krijosh nëpërmjet këtij verbalizimi pejorativ ndaj një individi, por në fakt ti e bën këtë ndaj Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pra ndihen inferior ndaj Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe ndaj individëve. Po mirë, ata kanë luftuar për vendin, kanë luftuar ata për liria. Po mos kishte luftuar Sami Lushtaku, ai deputeti i vetvendosjes. Në Drenicë nuk do ishte sot as deputet, as do ishte as në Drenicë, do ishte refugjat diku, pra ku ka vajtur. Por kjo nuk i bën problem Sami Lushtakut, kjo i bën problem këtyre. Pra këtu është, pra Sami Lushtaku nuk ka problem se ai është vetvendosur, pra ai vë, nuk e ka asnjë problem. Problemi është tek ta, pse Sami Lushtaku është në këtë konkurim. Pse UÇK-ja vazhdon të jetë akoma në këtë terren, sepse e vetmja mënyrë në Drenicë ata problemet madhe kanë me UÇK-n, jo vetëm po edhe në Kosovë, por kryesisht në Drenicë. Po. Sepse UÇK-ja nuk i voton këta. Dhe kanë zgjedhur të krijojnë këtë përplasje në mënyrë që ne të thonë që këta janë njerëz të dhunshëm. Se s'është i vetmi person ky që ka folur, ka edhe individë të tjerë të vetvendosjes të cilët kanë mbajtur pothuajse të njëjtën terminologji. Jo vetëm ndaj Sami Lushtakut, po edhe ndaj një krahine siç është Drenica, se Drenica është një krahinë e Kosovës dhe krahinë e Shqipërisë. Po. Dhe të demonizosh një krahinë të tërë, e cila është qendra kryesore e luftës Kosovës. Atëherë kjo bëhet me qëllime të caktuara, por që i shërbejnë në këtë moment vetëm armiqve tanë, pra vetëm Serbisë. Nuk i shërben askush tjetër. Ky demonizimi i UÇK-s. Sepse gjithkush mbetet te individi. Sami Lushtaku në këtë rast nuk është më një individ. Të shqetëson ty fakti që përkthehet Drenica, po jo vetëm në një arë përplasjesh? Shiko, Drenicës nuk ka pasur çfarë t'i bëjë Serbia, jo disa deputet, disa fëmijë të vetvendosjes. Pra kjo mua nuk më shqetëson. Mua më shqetëson fakti që këta njerëz kanë këtë mentalitet. Ky mentalitet vjen nga një grupacion, i cili ne e quajmë parti, por ky nuk është parti politike. Pra ky është një kult, një sekt. Ti kështu e ke quajtur gjithmonë. Absolutisht, ky është një sekt. Dhe Albin Kurthi, dhe po them edhe një Albin Kurthi, dhe pse them Albin Kurthi, sepse po mundohet të ngrej kurthe të tilla, që nga ana tjetër të ketë reagime të dhunshme, sepse atij duhet ose reagimi i dhunshëm ose i duhet që Sami Lushtaku ose dikush tjetër, një gjak nxehtë të dalë dhe dëgjoj se nisi edhe para Sami Lushtakut. Kishte edhe një dhunë të tepërt në gjykimin tim në dasmën, dhunë në rrjetet sociale, që pastaj edhe kanë dalë se si realizohen ato. Në dasmën e nipit të Haradi. Po pra, i intereson Albin Kurthi për në dasmën e shqiptarët e kemi, nuk e kemi dhe zakon në fakt. Në rast se ti prek Ushtrinë Shqiptare të Kosovës në Kosovë, te ata që janë pjesëtarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që kanë qenë dhe familjet e tyre, atëherë ti e bën këtë me qenë sepse ata janë gjak nxehtë dhe pretendojnë që me gjaknxehtësinë e tyre ata edhe të sulmojnë me armë dikë dhe çdo lloj individi nga rrafte vetvendosjes i vrarë në këtë moment nga krau tjetër që i përket Ushtrisë Shqiptare të Kosovës do t'i jepte Albin Kurtit fitore në zgjedhje, atë 60% që ai kërkon. Pa një të vrarë të tillë, Albin Kurti nuk e mbrin dot 60%. Nuk them se nuk i fiton zgjedhjet, i fiton, po jo aq sa pretendon Albin Kurti. Prandaj i duhet një viktim. Dhe këtë viktimë mund të arrijë vetëm nëpërmjet këtij fjalori. Vetëm nëpërmjet këtij fjalori. Vetëm nëpërmjet këtij fjalori mundohet të arrijë dhe po shpresoj që të mos bie në kurthin e Albin Kurthit.